Mirëmëngjesi, sot tani është ora 10 e sa është ora? 10:05 minuta, isha bashkë në krevat për kokër të qefit tim, isha duke shijuar petlat me djath. Ora është 11 vëllai. Edhe 11, është ora 11, edhe isha unë gritar në ora 9:30 se funde fare baze kisha pushim isha. Dhe ajo çfarë ndodh, do t'ja u tregoj. Edhe thash po ngrihem, tash ja vashavas 10:30, do ha petlat, thash pastaj do pi kafe me ata që kisha ngrënë në shtëpi, të gjithë ishim në shtëpi. Për qef si ditë shtunë se shikoj shiu. Ja, po bie shi. Ne thash ne ka shtura pushim. Jo ma valla, merr ai Tersin telefon, Tersi është pronari. Merr telefon se ata të komunës i kanë quar një foto, edhe për një vrind vogël për shembull, edhe tani ai normale do ta bëj të madhe se do të duket që sikur ja unë do të duket si të komunës domethënë. Pa, nejse i mohabet, edhe do shkojmë për një vrind vogël, do shkojmë tash me 2 veta, unë edhe ky xhavajeri këtu, Donaldi si e ke ti. Do shkojmë, do mbyllim këtë, se çfarë punë është, se si do procedojmë, do t'ju tregoj. Ky është një vlog pune, një vlog ditës shtunë, që është vlogu më i shpifur që mund të ekzistojë në botë. Unë do t'ju tregoj. Tash do ndalojmë pimi kafe, se unë nuk kam pirë kafe. Pim kafe, ai po do të presi atje. S'ka gjë se vetë rri atje, ndaj makinat heci, majta djathtas, mos heci mes gropës. Mbahet e kafeja këtu tash. Marrim kafe, pastaj shkojmë marrim xheolitën. Tash e pim kafen, i për makinë, tash do shkojmë te magazinat, marrim fugonin, pastaj do shkojmë tek Qendro Edili. Qendro Edili është një dyqan që shet materiale kështu ndërtimi. Do marrim ato që na duhet. Pastaj do kthehemi të marrim veglat dhe të shkojmë tek tek vendi punës. Po e bëj këtë vlog se s'kam bërë asnjëherë vlog pune, do t'ju tregoj se si është një ditë e shtunë. Shikojmë tash, nëse pronari për shembull si ditë e shtunë që është, atë me pagu. Atë pagun ajo vlla. Çka se shnojun atje, kupton ti? Muhabeti është kështu përveç se rrogës. Mos Allah, thotë që hajde me që na bët bella figura, thotë ai, figurë të mirë para komunës me punë komunale, hajde t'u jap një drek diku. Shikojmë, zakonisht e bën. Shikojmë këtë radhë, a bëj apo jo? Do thonë juve orë do të gjej video të pushen në puna, po më bëvon më, ka pun plot. Jo, se kishin se do bështy fund videos. Ne jemi duke shkuar duke parë punën tani. Kur të përshoj shiu, do fillojmë. Shikoj shiu, bereqet fare. Do punojmë sot apo jo? Pse po? E mirë, kur të mbaroj shiu. Svolta legge. Nese, drekën e da në pruri. Që ne marrim telefon për një punë, për një materiale. Ja nga mbyrje ku tash do marrim edhe qoftë, ke marrë edhe këtë salcën këtu, sa diçi me djath këtu ja. Po na ka fryu dhalla. Ja. Shëtë. Shife. Përdorëm këtë kalçe struço, këtë beton kështu i gaçëm me thas. Këtë betonin e gjadës, që gjeolit e asfalto, kush është një tali e njef, kalça struço është kjo këtu. Shife, për qef. Sa bukur. Sa bukur. Drekën e da i neve. Normale që do na jepte drekën, sepse po mos na jepte, dilte nami në Stamboll. Keni dëgjuar ju mos dalt nami në Stamboll? Që e fshirën që kamerën. Nejse. E bukur është për shembull në punë, kur arrin një punë me një rezultat mirë të bukur, të shpejt, në kohë rekord. Ne marrim pikë, por pronajmë me lek. Ne marrim ato që hajtë sa për të bërë qefin. Po e rëndësishme është dhe opinioni në punën që bëjmë. Kështu që por gjëja e shpifur është se unë isha sot shtëpi duke ngrënë petlla. Edhe kisha për t'i ngrënë me mjalt, me gjallë pa me djath. Isha kokër të qefit apo ç'filloi shiu. Ngort fare për të dëgjuar me shiu. E merr ky harramliu në telefon, thot hajde se kemi prontë intervento. Ka qarë tubo mes rrugës ta. Është shembur tubo. Hajde. Kjo ishte edhe vlogu për sot. Do t'ju njoftojmë dhe për vlogje të tjera. Ciao ciao. Hajde.